Amerikan, këtu shkruan atje kapitan Nezmedin Kastrati, për mu shkolla lartë komanduese është kjo, klasa 2. Do me thonë, që është 97-ën. Ushtria e Bosnjës ka organizuar atë shëndrimin e doktrinës nga Pakti i Varshavës në Paktin e NATO-s. Paktin e NATO-s, edhe unë kam qenë barc. Kam qenë oficieri i parë i ushtrisë Bosnjës që jam trajnuar me Amerikan për me trajnue eprorët bosnjak. Eprorët, kjo është pjesa e eprorëve. Tani eprorët tjerë mi trajnue ushtarët. Këto janë certifikatat që konklujnë këto trajnimet për komandantat të njësive të ndryshme, të niveleve të ndryshme. Po. Do shohim edhe fotot e tjera. Kjo është me Clark Campbell, është një general amerikan, ku ma kanë dhurue, do me thonë, këtë certifikatën që unë e tani jam i aftë me trajnue e prorë të nivellit lartë për udhëheqje dhe komandim. Do më brigade ma shumë. Do me trajnue nivelin e lartë komandimit. Do të shohim fotot tjera? Kjo është një falenderim që kam qenë ma i miri aty. Po. Kalim të tjetra. Kjo është një diplom e shkollës lartë ushtarake në Bosnjë. Kemi pas do kushta aty me qenë luftë dhe në prakës edhe na pa të mundësue. Unë kam qenë gjeneratën e parë, kam qenë më i miri, kam pas shi aty rezultatin 9.26, gjitha 10 që nënshë. Po foli tash edhe si shqiptar, që tash, një shqiptar me qenë me një armatë, më i miri nuk është dhe lehtë. Nuk është dhe lehtë. Edhe ma kanë nënshru direkt presidenti i shtetit. Më ka dhënë edhe 1 milion edhe ma ka nënshru e në mojtë ati ku shku në Alija Izetbegović, është nënshkimi ati personal. Mu më ka vlerësu, më ka qmu, më ka respektu edhe. Ju kanë vlerësu edhe qmu më shumë në Bosnë se sa në Kosovë? Po, shumë është. Edhe në Kroaci? Shumë është. Shumë është. Pra këtu është gabimi i shqiptarëve, themi. I liderëve. I liderëve. Liderëve politik. Atër po i bjenë gjithë shqiptarëve, themi. Po, dhe, do më një liderëve politik. Kushto që po është lider, po thuaj se njësaj. Në qofë se me papësi të regoj, ekzistojnë 2 autoritete. Është në filozofinë ushtarake, është një autoritet personal i vërtet, edhe një është i rrejshëm. Edhe këtë të vërtetin të ki me veti tua, je i shkollun, je i zot, je i sukseshëm, ke rezultate, ke arritje, edhe janë veti tua, ke autoritet, ke kriju, me pun, me kontribut. Edhe është një rrejshëm. Atë rrejshmi të nuk i ki këto veti, po të jep dikush dhurat. Kur nuk i veti tua personale, ta jep dikush, ta dhuron, mere këtë autoritet edhe përdore. E tani ndodhë kjo përzirja, ose kesh përdorimi i autoritetit, nuk arrin me pas rezultate dhe shkil këtë vërtetin, se plasohet kjo i rrejshmë.